Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tonë. Ta bëjmë një hapje si që donë zakoni, si që donë tradita. Unë jam Angela dhe kjo është... Se kemën? Se kemën? Meli? Sa është rritur. Një pikë sparë jam e lumtur se mbas një viti pritje, një vit e ca muaj pritje, në fund më dolën që të shkoj të vendos shërinjat e kishtave. Dhe të marrin letra, po na i dhan, dhe të bëj thonë se punët i kemi të bëra. Dhe thash pse jo, të merr me thënë sot. Kam nerva, nuk kam nerva. Na ka zënë gripi. Që fëmia im nuk ka shef kuklat. Po, bebat i ka shef. Bebat. Dhe bebat donë t'i marrin ngjyrë blo. Jo mama. Por shefi Amelias është makinat. Amelia ka shumë shef makinat. Në në t'ja tregoj. I ke shef? Pas ke marruar të makim telefonin të kamera. Po shumë kohë që nuk flasim me telefon, thjesht bënim mini vlogje. Po që të flisja, pas ke harruar. Të i të bëjmelit në hangër. Që të vazhdo me thënë, se ndryshe do më varoj pas nesër. Amelia ka filluar të këndoj, ka filluar të flasi. Mami, këndoj e Shingji vogël. Këndoj e Shingji vogël. Se më rrim ka shumë trishtushëm, be, bam. Këndoje. Të tua. Rrit ka shpejt. Rritu ma vash. Dhe thoni që kjo nuk është e folur, po kjo është e folur. Unë nuk po e kuptoja, më bërë filloj ta këndonte. Dhe po fliste me Klajtin me kamer. Dhe tha Klajti, mos vallë, tha, po këndon Shingjin e vogël. Edhe thash, po, se... Pa më parë po fliste me mamin tim edhe po ja këndonte mami, po ja këndonte nona. Po ja këndonte Paki. Paki po ta këndonte Shingji vogël. Dhe kjo e mbajti mend dhe po ja këndonte Klajtit. Ja. Bie të bëjmë video? Po, kështu. Që dhe kjo maca vetëm shan se do të rri jashtë. Se do na marrin. Do na marrin. Po pse shan? Do marrim karrocën edhe do dalim? Okej. Do marrim karrocën dhe do dalim. Bravo! Dhe ngjyra që do t'i bëj jashtë nuk ishte lidhje fare me ngjyrën brenda. Dhe më deri tani kam për vetëm kaq. Do t'i bëj zgjatim me letër. Edhe tani do filloj të bëj mbushjen e plot. Ka gjithë kjo rëmuj, vetëm këtë dorën arrita të bëj. Edhe këtë dorën e mbarova, se limuar dhe vendas ngjyrën.
Dhe fundi I dorës. Ne. Ndezësh dritën. Bravo. Po shkojmë të marrim lule shtrydhe. Edhe njëra dorë. Hajde, mami. Foto Mirna. Hajde. Po ti sa ajo peshomë. Nuk është se më pëlqejnë. Deri në darkët kur të vazhdoj të rënë tjetër dhe mund të ndroj. Dolem të blenë vetëm qërshia dhe lule shtrydhe, morë qërshia. Wow, për se do t'i la. Morëm edhe lule shtrydhe. Morëm dhe një banane ja dha Melit, merrne. Edhe me shpulla. Këto do t'i hapë, ndërsa këto do t'i lajmë. Ku të fundi qarkullon që t'i lash frutat me sodë është shumë mirë. Sodë dhe ufullmolle. Ufullmolle nuk ka, që do t'i lajmë vetëm me sodë. Do t'i mbushim edhe do t'i lëmë këto të paktën 1 minutë. Pëlqejnë? Po ti si e bërë pif? Edhe ujë shelshon është I pisët. Fillojmë të njerë me ujë të rrjellshëm edhe mbaruan. Li? Thuje mirëmëngjes? Shikoj mamën? Shikoj pak mamën. Mirëmëngjes. Bram, Amelia, nga ora 4, po nga ora 4 në mëngjesit, sot mëngjes, ngrit me temperaturë 39.5. Ishte mirë, punë sekondi, shkoi direkt 39.5 dhe kemi ndenjur gati 1 orë, fix gati 1 orë me temperaturë 39.5. Po më mirë 1 orë se sa një ditë më para që ndenji 4 orë me temperaturë 38. Dhe gjithë natën të marrë me Melin, futëm të pastroj punë, të futëm të pastroj punën, futëm të pastroj shtëpinë, rregulloj, edhe të vendosa Melin në gjumë. Hello, cha cha cha. Shka nervat e kurosi gjithë këtë.
Këta për të kurost. Po hajde. Nuk ka internet? Jo. Të mbaroj interneti? Jo. Po, thuet. Shikon të kukla dhe I fika internetin. Bol për sa? Jo. Në kemi thënë pak çdo ditë. Si jeti? Familja është në zetë? Se unë jam në zetë. Nuk e kemi babin të na bëj shërbim. Ja, babi. Nuk e kemi. A mami. Kemi vetëm mamin. A mi. E kemi pjera të për sot. Do ta pim më vonë prapë nduket. Edhe shëndja jo. Çuçu Billy. Qa qup meli, moj? Ka qup meli, kush? Kishtë vendosur Klajti qaj. Ndërkohë ngrita, ta fik. Pas një fik më dhënes. Pas ta fik kajtuin. Babali. Ku do ikim? Babali. Ku I the mamit, ku do iknim? Babali. Ka, prit, thuj edhe një herë në kafe? Ha? Po për qaj dua të, moj? Vi shko me atletet. Ku I ke atletet? A të do? Po nuk të bën ajo. Ase të dalim blejmë sandale. Po nuk të bën, moj. I do? As ti. Ku e doje ti? Për të goja? Edhe qëlloj ky. Ti e doje për me hangar. O jeta ime. E hapi. E pa që ishte ajo lodra. Edhe më tha, Meli, si shoja, e donë të me hongër Meli, donë të si ajo pjesa tjetër me çokoladë. Pas disa ditëve me grip, me temperaturë, Amelia kaloi në antibiotik. Temperatura I shkonte më them edhe 40. Por e kaluam. Ju kishim bërë krykët të bardha. Por marroj çdo gjë. Dje shkuam të lenim gishtat e mi. Shenjat e gishtave. Si që pa ta thënë. Si që pse patëm hap të video. Tham që ja merrni me vete. Atë në emocion, lumturi. Thosht diçka e madhe që mund t'i ikim kur të demi të takoj njerëzit tanë. Por ishim të lodhur. Amelia nuk ka ndenj as një minut. Na ka punuar zbër 2 orë ose 3 orë. Hajde ma këtej. Erdhi vak dreke dhe thamë, dërsa të vinin në shtëpi, do shkon të vonë. Dhe thamë të hanim. Jashtë. Ta mbaj mend. 1 orë e gjys, Amelia më ka punuar cirk. Përveç se nuk vestur. Duke 2 orë aty brenda. Edhe 1 orë e gjys jashtë. Por shpeshur Zotin e zuri shumë dhe na la paktën rehat. Që të hanim. E kështu iku dita dje. Papi, mami. Nuk I kemi marrë. Mendojmë që do ju marrim me vete kur të dilnim, të bënim diçka ndryshe. Por kur kishte nerva? Asnjë. Si. A mami? Edhe dreka për sot.
Sallat si çdo hamnio, vezë me djath, domate, kastravet dhe pak bukë. Të na bëj mirë. Yes! Mirëmëngjes, nga një sens I humbur. Dita e satësh nuk e di, kemi bërë një lëmsh me këto videot. Por e rëndësishme është se diçka do nxjerrim. Qa po tregon? Në nana. Është në bili. Sot doja të dilje, me nuk kam nerva të dalë, e jo më të bëjna një gjë tjetër. Doa të shkoja të bleja atletet. Po jam njëri që nuk vendos asnjëherë. Dhe jam midis sambave apo Nike të bardha. E nuk di dhe asnjëherë më duket se do marr asnjërin as tjetrën. Të marr pa luksa sandale për verë. Nuk e di. Dhe qa do bëj? Dhe qa do marr? Po përtoj. Jam me mendje të pim kafe. Dhe po pata nerva do marr autobusin të dalë. Më duhet të dalë, se më shbër Amelia për disa rroba të reja. Përtoj. Kështu që do pim kafe dhe shikojmë. Nëse jemi më ori, do marr autobusin dhe do ikim. Dhe nëse s'kam nerva të dalë, autobusit dhe shtëpi. Dje kisha shumë nerva të tilja. Nuk vjen në shtëpi pa prishlet. Po, si vjen në shtëpi harron. Mami, bili. Oh, më fal, Meli. Po vërtet vendos edhe kremin e diellit, edhe vitaminën C. E po vendos vetëm hidratuesi. A, këto. E pasaj se më dalin njollat e kafta. Normal. Bye. Oh. Dali. Don të dalin? Po. Okej, ule fustanin. Ule fustanin. Do ikem? Do ndikem? Kemi dalë në 12 dhe jemi kthyer në 5. Hajtë kemi dalë në orën 1. Nga dhe kemi harxuar lek. Kemi marrë. Ishim e ngjyra të ndryshme. Meli, janë të pëlqejnë? Shpresoj të ishim edhe pampersit, se ka filluar tani të më tregoj edhe për pampersit. Dhe thash t'i marrë këto dhe I ka më të leta dhe vetë. Më ngellet vetëm t'i marrë atë rrumbullakun e vogël. Amelia I veshë të gjashta si për njëra tjetër. Meli qa po bën? Po veshim bekat? Meli, po sa pal ke vesh? Meli, I ke vesh një pal, 2, po vesh të tretat. Amelia dhe tutat e saj. I bleva dhe këtë, doja t'i bleja dhe një fund, për nuk gjeta, jeans. I marra pëlqeo vetëm kjo. Amelias, kur ja shikoj gjërat për 3 vjeç, I bin të shkurtra. Dhe gjithmonë ja marr 4-5, që t'i bin gjatësi tamam. Nuk është e shëndosh, por është pak e gjatë dhe vështirë si gjej masat. Meli, të pëlqejnë këto? Të pëlqejnë? Edhe kjo është e mamit. Kjo më pëlqen se është shumë e bukur dhe hera e parë që gjej masat XL. XL, do shumë kohë të shkoj. XL kam qenë shtazan me Melin. Më pëlqeu dhe mora. Ishte shumë material I mirë. Edhe rinë të shumë mirë. Mora dhe një bluzë. Ishte mbrapa. Dhe para. Vishi, mama, vishi të 6. Dhe të leja shumë
të shumë kërkuar, që ka 4 muaj që dua t'i blej dhe si blej dot. Nuk vendos dot. Shambat. Isha me të mendje, ti marrë, mos ti marrë, edhe thash. Kisha provuar numër 37, po më rrinin para shumë mëdhaja dhe nuk vendosja, se zakonisht shumë marrë numër 37. Përsa sot, kërkova numërin 36 ta provoj, e kur e vesha më rrinte mirë. Ndërka filloj Amelia të shante, të lëriste, e thash okej. Po të nqese dhe marrë punë. E marrë numër 36. Ti provoj njerë se si janë numër 36 të dyja, se si ja kam iden. Dhe shpresoj që të njëra mos më bjeri e vogël. Qa po bën? Messi buluka. Jetu vesh i blekat. Okej. Unë me gjithmonë thash që do haj sallat gjithë javën. Po më duket se me gjithmonë po ha sallat gjithë javën. Jo po më duket. Por po ha. Një ditë tjetër. Kam bërë ditë, kështu pjesë. Ka fillu vapa, po jo vap e meshme. Se jam kush se sa hyra në shtëpi. Dhe do thonë jo ku isha. Kanë dlerë të gjithë ta. Dlerë të gjithë gjupat. Dhe doa t'i fus në qese vakume. Dhe shkuam të argjonin lek. Vete këtë vërë. Jo, Meli! Me qenë se herë në fundit e shava 3 leqe, thash ta shaj prap. Se herë në fundit nuk e hangëm. Nuk e hangëm as edhe një piru. O që nuk doli 3 leqe këtu. Por këtë rrallë besoj se ka dalë mirë. Do bëj suflaki. Do bëj suflaqe. Do të bëj prumin. Dhe prumin e bëm, kështu që ndërkohë që prumi po moshon, vazhdoj të rrugoj rëmujen. Përsëri një ditë tjetër, po e lodhshme, duke pasuar dollapin, duke i sistemuar gjërat, dhe duke vendosur vetëm lavatrice. Kështu që shihemi si gjithmonë në videon e radhës. Bye!